Nxënësit e shkollës së mesme artistike Tefta Tashko Koço morën pjesë në festivalin muzikor Nikolaos Dumbas, të zhvilluar në Ptolemaida, Greqi, duke përfaqësuar denjësisht qytetin e Korçës dhe traditën e tij muzikore. Drejtori i shkollës u shpreh se pjesëmarrja në këtë festival është një mundësi e çmuar për nxënësit për të përballur me skena ndërkombëtare dhe për të shkëmbyer eksperjenca. Me ftesë të organizatorëve të festivalit Nikolaos Dumbas, një nga donatorët më të rëndësishëm të mbështetjes së artit dhe të kulturës në Greqi, është organizuar për të parë ky festival, pra ishte festivali i parë kushtuar kësaj figure, dhe ne kemi qenë të ftuar nga këta organizator për të qenë pjesëmarrës me nxënësit tanë më të mirë në këtë aktivitet. Ka qenë një pritje shumë e ngrohtë dhe shumë miqësore nga ana e organizatorëve dhe çdo gjë ka shkuar shumë mirë. Shkolla ka performuar me 13 numra, me nxënës të ndryshëm, kryesisht të muzikës së dhomës. Zguri thekson se ky festival ka shërbyer edhe për të forcuar bashkëpunimet kulturore me institucione të tjera të artit. Dhe nga ana e organizatorëve jo vetëm që u vlerësua për nivelin artistik të interpretimit nga ana e nxënësve, por u bën disa propozime për të kaluar në binjakëzim midis të dy shkollave dhe në të gjitha intervistat e dhëna dhe nga organizatorët dhe nga personalitetet pjesëmarrës në këtë aktivitet, u theksua që kjo duhet ishte si një bazë për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në nivele të tjera deri në nivel të dy bashkive. Performancat e nxënësve u vlerësuan nga organizatorët dhe publiku, ndërsa pjesëmarrja e tyre u mundsua fal mbështetjes së Këshillit të Qarkut Korçë dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar.